Qa keti që ke javë më burë që shef gjithë Tiranën tërë të ngërlik, e ta boje me drita këshu, që ke për ta majt men, po ke për ta majt men po të bona me drita. Po mire bën ti, se s'diskutohet që tani suksesi më i madh për të gjithë artistët, më shumë se të dalin dhe të performojnë në për festivale, është të bëjnë show në për klubet e natës. Flori është të ejnë një ndër klubet më in të Tiranës, por të shtunën ishte Dafina Zeqiri dhe Ledri, shikoni pak se çfarë kam punuar. Mirësi gata, jemi këtu. Shumë mirë mosh. Hey! Qëtë me e ty kush po të pëlqen, e din emrin tem, se ti mos me e vjen. Që me ke qëtë, Sean! Hey! 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 Qëtë, këna ma shumë shumë në shkon. Hey! Jo vetëm kaq, po festivalet janë bërë të mërësisht të mërzitshme. Në për festivale, a e dini se çfarë ndodh? Është bërë shumë e parashikueshme dhe kush do të jetë fituesi. Është bërë shumë e parashikueshme të marrësh pjesë. Tani, qefi dhe bukuria e vërtet qëndron kur të gjithë këta artistë të mëdhenj dhe më në zë të momentit në Shqipëri performojnë në klubet e natës. Jo vetëm kaq, po tani edhe showbizi bëhet aty. E keni parasysh që Ledri dhe Dafina kanë qenë njerë bashk? Keni parasysh që Ledri dhe Dafina janë dy nga ato personazhe që kanë qenë shumë të diskutuar në botën e showbizit, sepse thonë që kanë qenë të lidhur bashk. Po edhe ata nuk e mohojnë këtë. Se po shkëllqen, baby, baby, afro thing of love. Ti po pëlqen, se po shkëllqen, baby, 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 baby. Ti po pëlqen, se po shkëllqen. Erdhi një moment që nga dashuria e madhe e fansave, nga euforia e momentit, dhe sidomos nga fakti që Dafina dhe Ledri janë të dy kokrat e yjeve, publiku në atë natë që ishte kulmi në Tiranë, ku është mbajtur radha fyrifiu deri në rrugë dhe ka pasur edhe bileta që janë shitur deri dhe më shumë se 1000 lekë të reja për të parë Dafinën dhe Ledrin, sigurisht që të gjithë ata që ishin aty në një moment bërtitën puthe, puthe, puthe. Është diskutuar shumë që Dafina dhe Ledri kanë pasur një histori të mrekullueshme dashurie, ashtu siç është diskutuar edhe se në fakt Ledri është tani me Angela Martinin. Angela Martini, atë natë që Ledri ka qenë në Tiranë në atë performancë, ka qenë edhe ajo në Tiranë. Megjithatë, njerëz, internetsa, YouTube-sa, por sidomos ju jeni shikues të A Një Report, Jeta e natës ka edhe një anë tjetër. Një anë që është edhe më e bukur në disa aspekte, por edhe më e vështirë. Më ndiqni. All eyes on us. See the boys in the club. They watching us. They watching us. Mirë mbrëma njerë. Mirë mbrëma. Si ja kalon? Mirë. Nuk më mban më ndoshta, më ke quar një natë në shtëpi dhe më ke thënë që ke diku që në 90-ën që e bën këtë punë. Jo 90-ën, tani nga 96 tak. 96. Natën. Që punon natën. Po. Është e vështirë? Vështirë është. Kush e bën të vështirë punën tënde? Vështirë nata e vështirë, tash se punë s'ka. Je i martuar? Po, i martuar. Të mirë kupton bashkëshortja që rri gjithë natën jashtë? Po. Çfarë do t'i thoje, po të kisha mundësi që s'ja thon shtëpi? Ç'do t'i thosh? Keni fëmijë? Kam. Është e vështirë të përballohet jetesa me këtë punë që bën apo është një punë që fiton para? Tash puna është me fjalë se puna ditës shumë taksi janë bë. Nga që janë bë edhe shumë taksi me fjalë edhe vend parkingu nuk gjej këtu, janë shtu taksit. Pak të natën vi punoj me fjalë gjej vend parkingu. Kjo është. E paguan licencën? Po, gjithë. Dhe vend nuk ka? Edhe vend nuk zenë se ne këna tjerët. A ka një kusht kur merr licencën që duhet jenë për shembull kaq taksi në Tiranë ose aq?
Po ka qenë atëherë në kohën e ku e ka pas Edi Rama. Tani jo më, a? Tash ky po jep kështu. Tani unë mund të më teket për shembull dhe të marr një taksi, ta lyhet verdh, bëj licencën? Po, vetëm nuk e di, duhet me pyet atje në bashki. Ato i dinë rregullat. E kuptoj. Është bërë e vështirë, ka rënë ndonjë çik puna ose ka ditë për shembull kush janë ditët që kanë fluks më të madh që marrin taksi njerëzit? Tash ka qenë gjithmonë ka qenë dita prande dhe shtuna, kuptoj që ka pas për natën me fjalë. Ditën nuk e di. Po tash ka rënë fare me fjalë, u kanë bë edhe dita prande edhe shtuna i soj. Po pse? Nga që edhe mbledhën shumë taksi edhe këtu s'ka se i eri mbyllin lokalet nga ora 12, policia, këto me fjalë. A shkojnë zinxhire ato? Po shkojnë ato se po s'pati njerëz që do të çojmë. Shumë e vërtetë është. Televizje natën, a kupton? A është njëkohësisht edhe rrezikshme sepse juve ju qëllon që të merrni në makinën tuaj, në taksin tuaj lloj njerëzish? Po tash lloj-lloj, si njohim rrot, po paktën tash i bjen ka shumë vite mi fjalë s'kena pas probleme. Mirë, se keqën në 96, 97. Atëherë ka qenë 97, 98 nga pas probleme, kuptoj? Çfarë bënin, iknin pa paguar? Gjonat, si? Iknin pa paguar apo çfarë? Si, jo, atëherë, jo me, po vishin lloj-lloj rrops. Lloj njerëzish, a? Pishin, gjonat me vjet. Po femrat nga sot në 96-ën kanë ndryshuar? Po. Si janë bërë zotrin? Po mirë, tani unë e kuptoj që ti ke grua edhe ato ulen mbrapa, po them kështu. Po, ka ndryshuar femrat janë bë më okej si burrat. Janë më okej se burrat? Po. Po çfarë i bën më okej? Fakti që janë të pavarura kanë parë. Flasin shumë. A flasin keq, a? Shumë keq. Llafet pista? Më okej si çunat. Çunat flasin, po gocat Flasin fjalë pista. shumë. Po ndoshta e kanë nga alkooli. Natës, nuk e di, pin, tash i pija i bët çdo gjë, kupton? Se ku janë ezull, s'flet. Po kush flasin më shumë me fjalë pista? Ato që fishën me fustane të gjata apo me ato fundet me minifund? Ata që i kanë deri këtu. Ato që e kanë minifundin deri këtu. Deri këtu edhe që pin. Më fal, do më thuash pak si quhesh? Genci. Genci. Tani e kuptoj që gjithsesi të vendosësh këtu, kur vendosesh në çfarë ore? Unë varet ku dal. 10, 11. Dar. A kom dar më përgjithësi nga ora 8:30 9. Fle gjithmonë ditën, nuk të ndodh ndonjëherë që Jetën vetëm. duhet jetë e lodhshme të bësh punën tënde. Tash e lodhshme është, po Kush e bën të lodhshme? Se ndonjëherë thonë, "O, ti je shofer është." gjumi të gjithë, vetëm gjumi. Ja sa që më bën gjumi, ha? Gjumi i lodhshëm se kështu mi bjall, ike ja makinat që do të lodhë. Thonë që gjumi i ditës nuk e zëvendëson kurrë gjë. Si, s'ngopësh kur. Po të kishe mundësi për gjitha hallet dhe problemet dhe shqetësimet që ke si qytetar që bën këtë profesion. Ditën, zdo dil që anarën, vetëm ditën. Vetëm ditën, ë? Ditën do punosh, po të kishte punë. Kishte vend parkingu, pse dal natën, me pas punë ditën. Çfarë do i thoshe atyre që po ndjekin? Mendoj që ke qeverinë përpara, një njeri që mund të ta plotësonte dëshirën. Që di thosh është punë ka unë me qeverinë. Me s'japin shumë taksi, mo e kanë bo, mo. Shumë taksi, a kupton? Varet taksi tipën si mas qytetarëve, sa jo, për shembull, kështu ka qenë ligji atëherë. Domethënë në bazë të popullsisë? Për Tiranën ka qenë 500 taksi fillim fare. Që i dha në fillim, i dha brojka. Pastaj edi parasitik dhe i shtoj ca. prap dha ai. I morën, tash i edi ky tjetri Luli po jep baje numrin, shumë i fjalë konkurrent. Se bëjnë gjithë miqtë e vet, ikën një pal. Po nuk ka, mi fjalë se po shtohen, diskutohet konkurrencë, edhe bje puna. Edhe rob s'kan lek, drejt me thonë. Edhe kjo është shumë e vërtetë. S'kan lek. Është e vërtetë. Nga herëve vinë edhe veresi. Si vinë? Veresi, po. Edhe ju japin lekën në fund muajit për shkak. Ku të morin rrogën, ose ku të kenë, për shembull, s'kam thënë çfarë. Këto janë klientë të cilët Që i kam unë, kupton? e marrë vesh. Për ditë që, ose i herë 2-3 ditë që vinë. Po pra që i di, që i njeh, që E di që i japin lekat, a kupton? E kuptoj. Genci, për ta mbyllur, unë dua të më thuash edhe një gjë tjetër, nga 96 deri më sot, si ka ndryshuar jeta e natës? Ka ndryshuar, atëherë ka qenë më, fillim ka qenë më boshën jetë në, dilçin kishte punë të gjitha, deri në 98 ka qenë shumë mirë, ku e ka qenë fatozi, ka pas punë sa dush. Punë kishte mi fjalë, s'kishte problem, 98, 99, 2000, ka ja 4 vjetë mi fjalë që kjo punë ka morë fund fare mi fjalë. Drejt, me thonë ka morë fund. Të gënjeva sa? Me net ka të gjithë natën, sa të bësh, të shi është puna është sa me hangër bukë.
Edhe ku vje puna pagesve, merët ne, latë ne. A kupta, nuk kam i fjallë që i bo me taksin, për shemë të lash tatime, gjona. A kupta? E kuptoj shumë mirë. Megjithatë ishte pyetja para fundit, se më kujtove një të fundit tani që më the këto tatimet. A ka akoma që punojnë në zez taksi? Po, sa dushke. Fudu në blok, të shivi të gjithë taksi. Me targat bardha, jo me targat verdha, ha? Po, di edhe. Ka ngjyrë të verdhë për shembull, s'ka është me targat bardha, a kupton? Ka shumë, me fjalë, po isoj është. Fudu në blok, shif gjitha ne, ku rinë, hap dyre dhe dyre. Genci, faleminderit. Nuk shkartisën fare me ato, se gjithë do punojnë do hajnë, a kupton? Vetëm shoh punën time këtu edhe ai shnet. Qënë ke shumë i mirë. Po ç'a të bëjmë? Po se tani ti paguan taksat shtetit? Kom qenë para kaja 3 vjet, 2 vjet, me fjalë se u zishim, u boshim tu, me fjalë. Që na vinë, na rrinë mrapa aty. Ne je vend taksie këtu, ato na vinë aty, kompanisë na rrinë mrapa. I flasim, s'morin vesh. Vetëm me bo sharë me polici, mi fjalë me shku në polici, se kjo nuk ka zgjidhje, kupta. Merë polici në telefon për shemë musmarë asë jera, kupta, nuk shkartizën fara as me policës, po kanë marrë këto shokët e mi, në rinë aty mrapa, i flasim, nuk ikin. Dere edhe kanë bo dhe lave. Ndodhe? Po, bëjnë lave, për punë veni, tu jo në zije. Zije, se s'ka vene, kupta. E kuptoj. Ku t'japësh taksit, duhet t'i japësh edhe venin tjetërit. A kupta, a i jep taksit për shemën nxjerr 50-100 licenca sa nxjerr për shemën, vjen e i rri mes rrugës aty, rri aty, ose do më futet mu këtu, dhe i thom ikë se ka venin tim tu, jo t'nene. A kupta, rrim dysh, vje policia thot orë, pse rrim dysh, futja gjiro, i bëjmë 2-3 gjiro, vim prap tu. Për nejt gjithë ma bedi është, ke veni është i parje. Vëndje shqipari, e kuptoj. Veni edhe jënë shtu shumë. E kuptoj, Genci, nuk e di, që të them, të uroj suksese, më shumë para. Po kjo duhet shkoj zinxhir, siç e shpjegoi shumë mirë dhe Genci, duhet të funksionojnë gjitha hallkat, që të kemi para të gjithë, që të paguajmë edhe taksin. Ti edhe po spadi tjetër, që do taksia do mori. Edhe unë me qendja ras më kam. Ose minimum. Spadi ti do morësh taksi. Absolutisht. Do morësh ku tjetë në i ditë shiu nga halli. Që uroj të ke para në xhep atë ditë. Po bra, nga halli do morësh. Faleminderit. Ku isha? Në Kalqeto. Në Kalqeto, po luaje? Po. Po tani ku po shkon? Në shtëpi. Dgjoj, jetë natë e bën? Po. Si e bën? Si e besim do qefi. Po mi më paka shumë, a shkon diskoteka, a del me... Shkojnë në diskotek, Ku shkon? Lizard, ku të ndalë, Varet, çfarë të pëlqen më shumë? femra. Femra? Po. Domethënë ti nuk del natën për të dalë natën për të bërë qef, po del për femra. Tani unë nuk dua që ta zgjas, dua të jap një puthje vetëm për këtë fanell. Ah, nga që janë tifozë me Gjermani dhe ti me Gjermani? Po. Ua, po të më puthësh ma. Ua, natën. Ku po ikën ma? Ku po ikën? Ku po ikën? La policia. Që të bësh policinë? Qa bënë? Qa bone? Mi jam, Mirë, jem pa punë. je pa punë? Po pse je pa punë? S'ka plera. S'ka plera? Si s'ka plera Tirana, sa duash ka? Po e kërka. E kërka. Ekra? E, Do ekra ti? bo, Pse? kanaqe si duhet. Dgjoj, mos ndoshta nuk punon se pi alkool ti, se të vjen çikera alkool. Kam pi për tim tim. Ke pi për shefin tënd. Jem pa punë. Qeverisht ka. E më bësh? Ashtu. Me ti në ma mori. Shteti. Qa ke ti me Tiranën? Mire bëri që e mori shtetin. Ha? Ka punë. S'ka dhënë punë e Tirana? Ja. Sali Berisha. I ka vëdu malokët tërë. Sali Berisha. Se e ndonë Sali Berisha. Ore, pse ke pirë kaq shumë? Kam pi më për qënë time. Mire ke bën natën. Në në mirë, zëmra ime. Filmojmë që këshi pjesa se so kur, se so për qa me dim se pun kështu. Ti qa këto se trash e zërin të ashia dhe të... Ti kështu se gocat janë qik më kështu buta gjasme. Po, për gjasme. Gjasme. E, natën lalje. O goca,
Ku po shkoni mi? Kemi ta Sara. Si jemi mirë? Të lutem. Çfarë ka? Ja një sekundë, pi pak aty? Hajde. Mos më thua jo Dasar se kam kapur dy goca shumë të bukura. Edhe jeni shumë të bukura që Edhe t'ju mua të më ikni. pëlqen shumë që jemi Gjermanin. Jam shumë fan se Gjermanisë. Ma bëre shumë qefi për këtë. Kurse mua më bë shumë qefi që te makina më thirrë, "O Dasara", domethënë që më njofte. Patjetër Se vdes të jem një çik personazh VIP ngordha. Wow. Bëj shakasin. Mirë, ju vëm. Ku po shkoni? Neve mbaruam. Vetëm një ditëlindje, un kam zënje të dashur. Se shikojmë. Po vinin me këtë të dashur dhe pusje ka kë. Dhe Winnie the Pooh. Po dëgjom, duket se ta sollën ty këtë. Po të pas kanë bërë një lëvizje, po kjo pjesa që është kjo këtë? Tash duhet të Janë krahët mojti. krahët. Mirë. A, ka dy krah, shikon? Po, hëmi, ja, tani, janë duart, krah, duart e kuptova. Kush e kështë ditëlindjen? Një shoqe në ngushtë. Edhe ta bën ty dhuratë këtë? Jo, e morëm nga ditëlindja. A, e mora, Po, si si gocës mi që kështë ditëlindjen? Jo, e mora unë. Po si mi e mora Po. sa ja? Po, e ke shumë shoqe në gusht Po, pak. po, shumë. E po mirë, si Po. ku ishit? Këtu ke kafe. Ha, si ja kaluat? Mirë, Sa shumë. zgjati ditëlindjen? Nga rate deri në 12. E çfarë bët? Kërcyem. Te deri në vjet sa vjeç je? Unë jam 18. 18 vjeç. Ah, del shpesh natën apo jo? Me rast se tani kishim sezonin e provime edhe pak. Po ju lë mami të dilit 18 vjeç? Po, me rast. Me ndonjë sebeb. Kur ka ndonjë rast, kështu që jo ditëlindje jo. Po. Po ja tani ja vërtetove mamit sonte, di që nuk e ke gënjur, po ke qenë me vërtet ditëlindje se të kapa unë. Apo mos e ke marrë që ti thosh mamit? atë? Jo, maj. Si e ke emrin? Unë brisi. Brisi, po ti? Ina. Po mirë, edhe ti 18 vjeç? Po. Po ktheu shik me se je e bukur mi. Po ktheu me çika në televizor se je e bukur mi. Mi goca. Si ja Suar prandaj. Dgjoj që të shprishur ky floku këtu, pse të shprishur nga që kërcen? Nga djersën. Bëj shaka se e ke shumë mirë, po dua të të ngacmoj. S'ka gjë. Kërsyet? Kishte ndonjë çun për smarrje apo hiç? Ose kishim menin aty, ne kishim menin çik. Pse? Kishim për vete. Vetëm të kërcenit, ë? Po. Çunat zbrojnë, ë? Shqiptarët jo. Shqiptarët jo, ë? Po gjithë gocat kështu thonë që çunat shqiptar nuk bëjnë fare. Sa, si na thua ty? Nuk e di, unë e kam t'jashtë. Ç'të them unë e shkret? Po, prapo, s'ke faj jo. Dgjoj, po ka çuna aty që të doni të thonit ndonjë gjë juve? Ja. As ju interesojnë fare, ë? No. Ke jetu jashtë shtetit? Apo do dhe ti burin italian si puna ime? Të ma gjishti? O, ta gjejmë kur kush. Goca bëfshi qetë. Shumë faleminderit, shumë e mirë. Ciao. Bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. Ja, ka goca që bëjnë selfie. Ka goca të vogla që po kthehen tani në shtëpi. O goca, ku po shkoni mi? U trembën gocat. O zotri. Do ma japësh një intervistë më? Jo, s'di gjao. Pse? S'jam me intervista. Pse? Jo. Po dy fjalë më që punon natën, për jetën e natës. S'jam unë jam këtu. Si je aty? Po në këtej. Po a më theja do parking? Që të marrësh lek? Ka edhe kështu jeta e natës, ka njerëz që punojnë roje për një objekt të caktuar që është ky objekti këtu. Dhe të dalin përpara, ndoshta edhe justifikohet kjo gjë, duke qenë se ata paguhen pak dhe detyrohen të nxjerrin paratë e tyre nga forma nga më të ndryshmet, për shembull. Ky zotëria që sapo pat, është nga ata zotërinj që është i detyruar të nxjerrë bukën e gojës edhe ndryshe. Duke bërë sikur toka publike është parkingu i tyre privat dhe shpesh ndihesh i detyruar, duhet paguash jo 100, po 200 lekë në Tiranë për të parkuar, edhe pse në fakt personi i cili t'i jep parat nuk është askushi. Mos harroni asnjëherë këtë kur paguani parkingjet këtu në Tiranë. When we up in the club.
I sekond. Ja, prisha. Ç'a ndodhi? Arsen Sulegan. Si e ke emrin? Arsen. Arsen, sa kohë ke që e bën këtë punë? Kam ja 2 vjet. Është e vështirë? Ja s'pak. Era po. Era, po era është të mendme. Era s'po e duroj dot asone erën. Por sa orë punoni? 8 orë, 12, 9 orë, var. Kur e filloni, janë me turne? Me turne është 3 turne. Si, ndani turnet njëri pari, dyti, treti? Jo, jemi gjithmonë i tretin. Është e vështirë? Ke grua ti? Po si s'kam? Po është e vështirë që ajo ri vetëm, apo punon dhe ajo? Jo, është në shtëpi me kalamaj. Është në shtëpi me kalamaj, të? Sa fëmijë keni? Qune gocë. Mi paqe me jetë gjatë herë dhe të lumtur. Edhe përshëndetje dhe bashkëshortes që e suporton këtë burr këtu, që punon gjithë natën dhe bën një punë të tillë që un kam përshtypjen që edhe prej erës, qoftë edhe vetëm prej erës, është shumë e vështirë. Po tani çfarë do bëjmë? Kjo na ka rënë për pjesë. Çfarë do kishe pasur dëshirë të bëje? Gjitha. Çfarë pune do kishe pas qef të bëje? Zonata ime është me armatura. Si me armatura? Me ndërtime. Me ndërtim. Po. S'ka punë ndërtim që bën këtë? Ja. Paguhesh mirë sa paguhesh? Mesha 15, 16. 16.000 lekë natë? Staj. Kur punon ashtu. Po kjo rroga fikse këtu sa është? Po kjo është 10. Është rrogë shteti kjo apo? Privat. Do me thënë ju për natë paguheni 1.000 lekë të reja? Po. Për natën? Po. Që shkojnë diku 30.000 lekë në muaj? Aq. Dalin ato? Po tani... Bashkëshortja punon? Jo, pa punon. A dalin kaq para për ju? Po të dalin e do. Që do bëjmë? Morim atë, jo. 190 morim, pas sigurim. 190.000 lekë, do me thënë 19.000 lekë të reja merrni? 19.000 lekë. Po pse flet me kurristi? Mirë, me kurriz ma jep intervistën, hajde, me kurriz ma jep intervistën, mos dil me fytyrë. 19.000 lekë? Po, 19.000 lekë. Po ti ke grua? Po si s'kam dhe unë? Sa vjeç? Unë? Ajo. Po lëre, mos e ka. Nusja, 31 është. Nusja është 31? Po. E ka të vështirë ajo që s'shkon natën? Po si se ka të vështirë se ka fëmijë në shtëpi. Sa fëmijë ke? 3 çuna. I mban dot me 19.000 lekë ata aty? Qa thu me ku i dalim dot? Me pas mundësi, çfarë do bëje? Gjithçka. Çfarë punë tjetër do bëje? Po ka plot qeveria. Jo, s'jam doktor ke Kazani unë. Se me zor po duroj erën, tash mos bëjmë kë. Tani shohim se sa do të jetë ajo realizimi po. E zëm se e kërkove ti, e bëre kërkesën tënde te emisioni im. Po e kërkesën çfarë pune do doje? Ose çfarë kërkesash ke për jetën tënde, ha? Ashash do të mbledhi. Unë sa po thoja që ka dhe nga ata njerëz që bëjnë një punë të tillë dhe nuk kultivojnë ashash. Çfarë pune do doje të bëje? Unë. Përfiton nga programi im, të kërkosh atë që ke mundësi, mas e dëgjon njëri. Okej, po ka plot, ka bojagji, ka hidroalik, ka janë këto fasonet për shembull që kanë dalë tani edhe mund bëhet ata, po gjithsesi jemi mirë këtu dhe nuk lëvizim. Jena mësuar me këtë se kam 13 vjet që e bëj këtë punë. 13 vjet, ë? 13 vjet që punon natën. Po. Mirë, suksese punë të mbarë. Faleminderit.